Partia Socialiste, në tërësinë e saj, jo vetëm për fushat, gjatë gjithë kohës edhe kur nuk është vit elektoral, pra funksionon si një parti e mirë organizuar, si në kuptimin figurativ e struktuar piramid. Pra është një person në krye i cili orienton të gjithë propagandën dhe mesazhet e japin të gjithë në mënyrë të menjëhershme. Pra është e kontrolluar. Gjithçka që publikojnë sidomos kandidatët kryesor është e kontrolluar, nuk del asnjë gjë pa miratimin nga lart. Çfarë ndodh në Partinë Demokratike? Që unë ndonjëherë dhe e kritikoj në fakt. Na tregon në detaj se ti je aty tek Selia gjithmonë. Aty bën gjithkush çfarë do në mendjen e vet. Pra, kjo ndonjëherë nuk më pëlqen tek Partia Demokratike, sepse them ore, duhet të jetë pak e strukturuar gjëja. Pra, aty realisht ka një liri të çuditshme që çdo kush bën çfarë do në mendjen e vet. Kështu do këtë ndodhur dhe me zotin Balliu rrezik ju them unë ndonjëherë që do vinë ajo nga jashtë, do thotë do mbaj konferencë për shtyp dhe ju do ja hapni mikrofonin, sepse nuk e dini kush është ky. Pra kaq të pa organizuar janë, por mund të jetë edhe mirë kjo gjë.